Një aktivitet I cili tashmë është kthyer në traditë u zhvillua me organizatat e shoqërisë civile në kuadër të bashkëpunimit dhe diskutimit mbi çështjet që kërkojnë angazhim të përbashkët. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi Robert Gajda theksoi se problematikat mbeten pothuajse të njëjta si në vitet paraardhëse. Personat me arsyet kufizuar, çështja e aksesueshmërisë dhe aksesit në informacion mbeten probleme të mëdha, por edhe në transportin publik. Çështja e romëve, sidomos lidhe me strehimin, akoma nuk kemi zgjidhje të strukturuar dhe sistemike. Një tjetër shqetësim I madh është gjua e urrëties, e cila sipas vëzhgimeve ka njohur rritje dhe është e pranishme, e madje e inkurajuar në forma të ndryshme. Gjua urrëties, që është mbetet prapë edhe ajo një nga problemet më të mëdha, sidomos këtë vit kemi vënë re që është e shtuar dhe e inkurajuar në mënyra të ndryshme. Dhe pastaj problemi patjetër I implementimit ligjit për barazinë gjinore, cili dhe ky do të jetë një pastaj nga prioritetet e institucionit që të kërkojë zbatueshmërinë tashmë të ligjit, njëri që e kemi të miratuar. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi Gajda theksoi nevojën për monitorimin e vazhdueshëm të funksionit të institucioneve dhe kërkoi që këto çështje të jenë prioritare për qeverinë në vitin pasardhës. Duam që nga qeveria të jetë prioritare për vitin pasardhës që të fokusohen shumë te çështjet e arsyesë kufizuar dhe të paktën ndërtesat publike të jenë gjitha të aksesueshme në një plan, le të themi disa vjetor, të bëhen gjitha të aksesueshme për personat me arsyet kufizuar.